Punësimi i personave me aftësitë kufizuara në administratën shtetërore është rrirë edhe në bashkitë e vendit. Një rast i tillë vjen nga Bashkia e Belsh, ku prej 3 vitesh është punësuar si ndihmës kuzhinier 22 vjeçari Joni Dufna. Ai punon në qendrën e të moshuarve Ndërrim Brezash në Belsh. Pavarësisht disa vështirësive në komunikim, Joni shprehet se ndihet shumë mirë në punë. Si ndihmës kuzhinier ai kontribon në përgatitjen e vakteve të përditshme për rreth 35 të moshuar dhe persona pa familje. Me punët në ndihmës kuzhinieri për social bashkiak. Për 3 vjet kam punuar në kuzhinë për rregullimet dhe pastrimet, me prerjes së perimeve, me ndihmën për ndihmuar kuzhinierën. Po, kam marrë gjithë dorë për 3 vjet. Po, ndjen që kur punojmë, kur i shpërndajmë për ushqimet, pjatat, dhe mbushje për qesit të moshatarë që vinë për marrë ushqimet, mbushje me qeset. Dhe pastaj bëj ndihmën e pastrimit së marroj së ngrënërit dhe marroj me blevi pjatash, fshirjes, ushqimeve, hedhjes të ushqimeve për në kosh, hedhjen e mbeturinash. Stafi i qendrës e vlerëson maksimalisht për korrektësinë dhe përkushtimin. Atëherë, duke qenë se Joni është person me aftësi të kufizuar dhe është pak i distancuar, do të nuk mund të japim aq shumë punë sepse Lili nuk e parashikon këtë gjë, por që Joni e ka marrë goxha dorës punës këtu sepse është gati prej 3 vitesh i punësuar si ndihmës kuzhinier. Merret me çfarë lloj pune që ne mund t'i thojmë që të bëj, është shumë i komunikueshëm dhe i sjellshëm dhe shumë i djushëm kur ne flasim apo dhe me ne si staf, por edhe me personat të moshuarit që vinë frekuentojnë qendrën tonë dhe jemi goxha të lumtur. Përderisa Joni vazhdon akoma të jetë në punë, shpresoj dhe them që është shumë i kënaqur nga sjelljet tona dhe nga afrimi që ne kemi bërë Jonit dhe jam shumë i lumtur që dhe familja dhe Joni ka zgjedhur që kohën t'ja dedikojë dhe t'jetë sa më shumë social në jetë dhe sa më shumë shoqëror dhe të punojë, ndryshe nga personat e tjerë me aftësi të kufizuar që shumicën e kohës e kalojnë para televiziorit ose të mbyllur në shtëpi. Atëherë Jonin e kemi djalë të mrekullueshëm, është i sjellshëm me klientët, është i sjellshëm me të moshuarit, bën çfarë i kërkojmë, nuk e kthen llafën, ka marrë dorën Joni. Rastet të tilla tregojnë se përfshirja në punë sjell vlera për individin dhe shoqërinë, pavarësisht kufizimeve apo vështirësive që mund të ketë.